Një mjek specialist do ta ketë pagën me Partinë Demokratike bazë 2.000 euro. Programi i Partisë Demokratike për shëndetësi parashes sistem shëndetësor me pacientin në qendër dhe kjo mund të arritet përmes 12 shtyllave strategjike që në programin tonë janë parapane. E para është funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore, implementimi i tyre brenda 2 viteve. Pastaj funksionalizimi i sistemit të informimit shëndetësor dhe digitalizimi i sistemit shëndetësor dhe do duhet të ecëm edhe me një hap më tutje duke inkorporuar edhe inteligjencën artificiale në këtë sektor. Furnizimi i qëndrueshëm me barna, një dobësi e madhe e sistemit tonë shëndetësor. Pastaj rritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore duke fuqizuar spitalet rajonale dhe ndërtimin e spitalit rajonal të Prishtinës, të cilët planifikojnë ta bëjnë spitalin e parë smart në Kosovë dhe në rajon. Riorganizimi i specializimeve përmes miratimit ligjit për specializime, që kjo mos tjetë më në kompetencë e ministrave me nda specializimet për vota. Sistemi kombëtar i emergjencave i domosdoshëm dhe i nevojshëm për me ofru shërbime shëndetësore, sepse ligjin për emergjencat e kemi të miratuar vitin 2016, mirë po të pa implementueshëm deri sot. Qendrën kombëtare për trajtimin e sëmundjeve të varësisë, programin kombëtar për autizëm dhe sëmundjet e rralla, mjekësi mobile, një kujdes paliativ dhe mbështetje për prodhuesit vendor, të cilët me ligjin për rregullimin e çmimit të barnave janë anashkaluar dhe ata nuk kanë drejt të deklarojnë çmimin e tyre si prodhues. Gjithashtu, ky sistem shëndetësor nuk mund të implementohet pa pasur profesionistë shëndetësor të motivuar, e ata duhet të motivohen duke i mbështetur në punën e tyre përmes rritjes së pagave mbi 50% për të gjithë profesionistët shëndetësor. Dhe në këtë sektor, duke rritur pagën për profesionistë shëndetësor mbi 50%, atëherë sigurisht që një mjek specialist do ta ketë pagën me Partinë Demokratike bazë 2.000 euro, ndërsa infermieri pagën bazë 1.200 euro.